U rikthye në Shkodër, shtëpinë e madhe të humorit shqiptar në festën më të bukur e të veçantë të qeshurave në shqiptari, festivalin barkombëtar të humorit. Trupa nga Shqipëria dhe artistë nga Kosova janë bërë bashkë në skenën e teatrit Migjeni. Për një javë do të sjellin të qeshura dhe argëtim për publikun. Ekziston në zaftën ma viu hadu. Kush është ai? Ti kjo hadoli, ma jo hadoli! Alkoholi! Danë rriti është, këtë për sërinë më rëndë. Ne ku lasë të pikojnë vetë. Komari e pasi, toni jove në 15-100, shkën e mi fut në të përë gjoksi 100 O, bajtë në të këmdorën. Në duhet në zëmi a babo. Me janë zë shpi goshme. Se të një që t'i lekshin, t'i kam putë gjëpë, pa kërë dhe libretra drita. Ikonat e humorit shqiptar, Zyliha Miloti, Drande Gjaj, Sander Ruçi, Besnik Çinari, mikpresin në qytetin e tyre, parodistët e Vlorës, Agron Llakaj, Sevdaira Dogoshi e të tjerë, një fest që vjen në drejtimin artistik të Arjan Çuliçit. Është viti i dytë që kthehet kjo traditë, edhe më shumë se sa Shkodrës më duket në vita kanë kërkuar në Shqipëri. Ky quhet festival në fakt. Ne kemi ftuar nga gjitha rrethet, edhe nga Kosova, nga Maqedonia, qytetet më të largëta tonë. Do të jenë për natë. Ne jemi për natë në shfaqje. Shkodra. Ato janë të ftuar, sigurisht 1, 2, 3 mund të jenë një shfaqje. Unë mendoj që nuk më takon ndoshta me lëvdu në shfaqje, duhet të jetë me fol për ne. Po mendoj se shkoj mirë, shkoj bukur. Dhe më thënë, Arjan Çuliçi e tregoj vedin edhe një herë si regjizor, sidomos regjizor i humorit. Edhe interpretoj edhe vetë. Kena pas edhe Sandrin si mjetë që ka nga Amerika. Besoj se materialet ishin të bukra, me kulturë. Është shumë e bukur që po kthehet tradita e festivalit humorit në Shkodër, e ku tjetër përveç se në Shkodër. Humori e ka shtëpinë në Shkodër. Edhe interesimi i jashtëzakonshëm i spektatorëve shkodran, sa vetëm me 2 ditë publicitet janë shit biletat edhe për ditën e fundit. Kaq të interesuar janë sepse njerëzit kanë nevojë me qesh, edhe ne i servirim materiale të bukura, thamon, përderisa i priten shumë mirë, pa banalitete, materiale që prestojnë edhe japin kënaqësitë e spektatorit, transmetojnë kënaqësi. Vini mësu me mu, në mba 16 rreshtja ishte 17 e iftum. E prita me shumë kënaqësi ftesën. Shkruva materialin, posaçe për Zylin, për takim me Rozafen, po mendoj ishte një mesazh që Shkodra nuk des, Shkodra nuk është ajo që thojnë ata dasha keq për Shkodrën, i materializum artistikisht, po mendoj si publiku e laj impaktin, jam i kënaqur, sidomos kur ke laj partnere si Zylin këra. Në total është numri 20 që kena bashkë në karrierë, dhe kjo është i treti takim me Rozafen. Shkodra është dashse, i takon, është mretnesha humorit, edhe i shkon për shtat, edhe ky tubim i cili është marrë kombëtar, edhe quhet Festivali i Humorit Shkodran, nata sunde për ligji. Kësaj herë të japim rëndësi për zgjedhjes së materialeve dhe për zgjedhjes së interpretëve. Materialet janë përzgjedhur jo vetëm për atë humorin e pastër, por edhe si tematik të jetë ndryshme. Publiku e meriton shumë më shumë, sepse publiku i Shkodrës e don humorin, sepse është një nga simbolet e këtij qyteti është humori. Festivali solli këngën dhe humorin, stand-up komedi dhe element të tjerë që e bën teje të veçantë. Çdo mbrëmje deri në 8 dhjetor, Shkodra dhe miqtartist nga Trojet Shifolce do të buzëqeshin me humorin dhe do të kujtojnë disa prej emrave të mëdhenj që sot nuk jetojnë më.